Zonja dhe zotërin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Shtetet e Bashkuara kryen sulme të reja ndaj objektivave ushtarake në Iran gjatë natës, ndërsa tensionet mes dy vendeve po përshkallëzohen me kundërsulme dhe kërcënime të ndërsjella. Presidenti Donald Trump paralajmëroi se SBA do të vazhdojë bombardimet nëse nuk arrihet një marrëveshje paqeje. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme të reja ndaj disa objektivave në territorin iranian gjatë natës, në një përshkallëzim të ri të konfliktit mes Washingtonit dhe Teheranit. Sipas ushtrisë amerikane, goditjet u kryen disa orë pas mesnate dhe kishin në shenjesër kapacitete ushtarake të vëzhgimit, sisteme komunikimi dhe struktura të mbrojtjes ajrore në disa zona të Iranit, përfshirë edhe pranë Teheranit. Presidenti Donald Trump, duke folur për gazetarët në Florida, paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë me sulme edhe më të forta nëse nuk arrihet një marrëveshje paqeje. Ne do t'i sulmojmë ata dhe do t'i sulmojmë shumë fort, deklaroi Trump, duke shtuar se nëse është e nevojshme, negociatat mund të zhvillohen edhe përmes forcës ushtarake. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, e mbrojti operacionin duke thënë se qëllimi është të ushtrohet presion mbi Iranin për të arritur një marrëveshje, duke theksuar se SBA është shumë e aftë në operacione të tilla. Nga ana tjetër, mediat shtetërore iraniane raportuan shpërthime në disa qytete, ndërsa Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike tha se ka kryer kundërsulme ndaj disa bazave amerikane në rajonin e Gjirit, përfshirë Kuvajtin dhe Bahreinin. Teherani gjithashtu paralajmëroi se mund të godasë çdo anije që kalon në ngushticën e Hormuzit, një nyje strategjike për tregtinë globale të naftës, ndërsa mediat lokale raportuan për incidente me 2 anije në zonë. Komanda qendrore e SBA-s tha se rruga detare në ngushticën e Hormuzit mbetet e hapur dhe se anijet tregtare po vazhdojnë lëvizjen normalisht pavarësisht kërcënimeve. Ndërkohë, tensionet në rajon mbeten të larta edhe në Liban, ku vazhdojnë përplasjet mes forcave izraelite dhe Hezbollahut të mbështetur nga Irani, me raportime për viktima në jug të vendit. Situata mbetet e paqëndrueshme, me shkëmbime sulmesh dhe deklarata të forta që po rrisin frikën për një përshkallëzim më të gjerë rajonal. Bill Gates ka dëshmuar para ligjvënësve amerikan, duke thënë se nuk e kishte kuptuar plotësisht shkallën e krimeve të Jeffrey Epstein, kur kishte pasur kontakte me të për qëllime bamirësie. Hetimi po shqyrton mënyrën se Departamenti i Drejtësisë në SBA ka trajtuar çështjet e lidhura me Epstein dhe Ghislaine Maxwell. Themeluesi i Microsoftit, Bill Gates, ka dëshmuar në mënyrë private para anëtarëve të Kongresit Amerikan në një seancë që lidhet me hetimet mbi mënyrën se si autoritetet amerikane kanë trajtuar çështjet e lidhura me Jeffrey Epstein dhe bashkëpunëtorin e tij, Ghislaine Maxwell. Sipas deklaratës së tij, Gates tha se kur i kishte pasur kontakte me Epstein për çështje bamirësie, ai nuk e kishte kuptuar plotësisht shkallën e krimeve të tij. Ai shtoi se nuk kishte parë asnjë aktivitet kriminal gjatë kontakteve të tyre. Gates gjithashtu deklaroi se Epstein kishte tentuar të përdorte informacionin mbi jetën e tij personale për ta ushtruar presion ndaj tij, duke përfshirë edhe çështjet e lidhjeve jashtëmartësore. Në një pjesë të deklaratës së tij, Gates tha se këto çështje personale kishin qenë të ndihmshme për familjen e tij, por nuk kishin lidhje me kontaktet e tij me Epstein. Pas seancës, një antar i Kongresit tha se Gates kishte bashkëpunuar dhe kishte dhënë informacione edhe për persona të tjerë që kanë qenë në rrethin e Epstein, të cilët mund të jenë objekt i hetimeve të mëtejshme. Dokumentet e publikuara më herët nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë tregojnë se Gates ka pasur disa takime me Epstein pas vitit 2008, kryesisht të fokusuara në filantropi. Vet Gates më herët ka pranuar se çdo lidhje me Epstein ka qenë një gabim. Rasti Epstein vijon të jetë nën hetim në SBA, duke përfshirë mënyrën se si janë trajtuar dosjet e tij dhe lidhjet me figura të njohura nga politika, biznesi dhe akademia. 3 marinarë indian humbën jetën gjatë një operacioni ushtarak amerikan nda një tankeri në brigjet e Omanit, në kuadër të përpjekjeve të Washingtonit për të ndaluar transportet e lidhura me Iranin. Autoritetet indiane e konfirmuan ngjarjen, ndërsa SBA tha se anija nuk ju bind urdhrave të forcave amerikane. 3 shtetas indian kanë humbur jetën gjatë një operacioni ushtarak të Shteteve të Bashkuara ndaj një anije cistern pranë brigjeve të Omanit, një incident që ka rritur tensionet në rajon dhe ka hapur debat diplomatik mes vendeve të përfshira. Autoritetet indiane konfirmuan vdekjen e 3 marinarëve, ndërsa familjet në Indi po përballen me dhimbjen dhe pasigurinë për rrethanat e ngjarjes. Babai i një prej viktimave tha se familja u informua se një bombë ishte hedhur mbi anije dhe se vetëm disa anëtar të ekuipazhit ishin gjetur, ndërsa të tjerët rezultonin të zhdukur.
Sipas deklaratave të tij, djali kishte komunikuar për herë të fundit vetëm 2 ditë para ngjarjes dhe kishte thënë se gjithçka ishte në rregull. 3 viktimat janë identifikuar si kadet-detar Aditya Sharma, motorist Shivanand Chaurasia dhe krye-inxhinier Patnala Suresh. Nga ana e saj, ushtria amerikane ka cilësuar operacionin si një goditje precize, duke deklaruar se ekuipazhi i anijes kishte dështuar të respektonte në mënyrë të përsëritur urdhrat e forcave amerikane. Ngjarja ndodh në një moment tensionesh të larta në gjirin persik, ku SBA ka intensifikuar veprimet ushtarake ndaj anijeve që dyshohet se kanë lidhje me rrjetet të afërta me Iranin, në kuadër të përpjekjeve për të kufizuar eksportet dhe rrugët detare të Teheranit. Incidenti pritet të ketë edhe pasoja diplomatike, pasi India ka shprehur shqetësim për sigurinë e qytetarëve të saj që punojnë në transportin detar ndërkombëtar, ndërsa çështja vjen në një moment ku kryeministri Narendra Modi pritet të takohet me presidentin amerikan Donald Trump në margjinat e samitit të G7-s. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino mbrojti menaxhimin e çështjeve të vizave para botërorit 2026 mes kritikave për refuzimin e hyrjes së arbitrit somalez Omar Abdulkader Artan në Shtetet e Bashkuara. Ai tha se FIFA po punon për të zgjidhur problemet, por nuk mund të ndërhyjë në vendimet e qeverive. Vetëm një ditë para nisjes së Kupës së Botës 2026, presidenti i FIFA-s Gianni Infantino është përballur me pyetje të forta lidhur me problemet e vizave që kanë prekur disa pjesëmarrës të turneut. Gjatë një konferencë në Mexico City, Infantino mbrojti mënyrën se si FIFA ka menaxhuar situatën, duke theksuar se organizata ka bashkëpunuar ngushtë me administratën amerikane për të krijuar një procedurë të përshpejtuar për lëshimin e vizave për personat e akredituar në botëror. Megjithatë, ai pranoi se sistemi nuk ka funksionuar në mënyrë perfekte për të gjithë rastet. Vëmendja është përqendruar veçanërisht te arbitri somalez Omar Abdulkader Artan, i cili pavarësisht se kishte një vizë të vlefshme, nuk u lejua të hynte në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet amerikane kanë deklaruar se vendimi lidhet me dyshime për lidhjet e tij me persona të dyshuar për organizata terroriste. Infantino e quajti situatën fatkeqe, por theksoi se FIFA nuk ka autoritet mbi vendimet e sigurisë kombëtare të vendeve pritëse. Ai u kërkoi tifozëve dhe pjesëmarrësve të kenë besim se FIFA po punon në prapaskem për të zgjidhur çdo problem që mund të ndikojë në zhvillimin normal të turneut. Presidenti i FIFA-s mbrojti gjithashtu çmimet e biletave, të cilat kanë shkaktuar pakënaqësi te një pjesë e tifozëve që i konsiderojnë shumë të larta. Pavarësisht polemikave, Infantino deklaroi se nuk ka asnjë pengesë për zgjedhjen e Shteteve të Bashkuara si një nga vendet organizatore të botërorit, duke parashikuar se edicioni i vitit 2026 do të jetë një nga më konkurruesit dhe më spektakolarët në historinë e futbollit. Kupa e Botës nis më 11 qershor në stadiumin legjendar Azteca të Mexico Cityt, duke shënuar fillimin e një turneu që pritet të ndiqet nga miliarda njerëz në mbar botën. Arbitri Omar Abdulkader Artan u prit me brohoritje në Mogadishu pasi nuk u lejua të hyjë në Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në botërorin 2026. Autoritetet somaleze e quajtën vendimin zhgënjyes, ndërsa FIFA tha se nuk ndërhyn në vendimet e vizave të vendeve pritëse. Në Mogadishu, arbitri somalez Omar Abdulkader Artan është pritur me entuziazëm të madh nga qytetarët pas kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara ku ju ndalua hyrja për të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026. Turma të shumta tifozësh dhe qytetarësh u mblodhën në stadiumin kryesor të kryeqytetit, duke valvitur flamujt të Somalisë dhe duke e përshëndetur si një figurë kombëtare dhe simbol krenarie për vendin. Artan, i shpallur arbitri më i mirë në Afrikë për vitin 2025, kishte planifikuar të bëhej gjyqtari i parë somalez që do të drejtonte ndeshjen në një botëror. Ministria e Jashtme e Somalisë deklaroi se është thellësisht të zhgënjur nga vendimi i Shteteve të Bashkuara, duke theksuar se pavarësisht përpjekjeve diplomatike, atij ju mohua hyrja në vend. Në deklaratë, qeveria somaleze e cilësoi Artanin si një nga figurat më të suksesshme sportive të vendit dhe tha se arritjet e tij janë burim krenarie kombëtare dhe frymëzim për të rinjt. Ndërkohë, FIFA sqaroi se nuk ka kompetencë mbi vendimet e vizave të vendeve organizatore dhe se është informuar që statusi i arbitrit nuk do të ndryshojë, duke e bërë të pamundur pjesëmarrjen e tij në turne. Rasti ka ngjallur debat të gjerë rreth procedurave të hyrjes dhe ndikimit të tyre në përfaqësimin ndërkombëtar në ngjarjet sportive më të mëdha në botë. Për shumë në Somali, megjithatë, pritja e tij në Mogadishu u kthye në një moment krenarie kombëtare, pavarësisht zhgënjimit për mungesën e tij në fushën e lojës në botëror. Mira qytetar dolën në rrugët e Tiranës në protestën më të madhe deri tani kundër projektit miliarda euro të Jared Kushner dhe Ivanka Trump në zonën e mbrojtur të Zvërnecit.
Demonstruesit denoncuan korrupsionin, mungesën e transparencës dhe përfitimet e paqarta të projektit që do t'i sjellë shqiptarëve. Mira protestues mbushën rrugët e Tiranës të mërkurën në demonstratën më të madhe të organizuar deri më tani kundër projektit të rezortit luksos të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Protesta, e cila fillimisht nisi për shqetësime mjedisore, po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një lëvizje më të gjerë kundër korrupsionit dhe mënyrës së qeverisjes në vend. Demonstruesit shprehen zemërimin e tyre për projektin që pritet të kushtojë rreth 5 miliard euro dhe që parashikohet të ndërtohet pranë zonës së mbrojtur të Natës dhe Zvënecit, një habitat i rëndësishëm për flamingot, fokat dhe breshkat detare. Shumë prej pjesëmarrësve ngritën pikpyetje mbi përfitimet konkrete që ky investim do të sjellë për qytetarët shqiptar, duke argumentuar se rezorti luksos do të jetë i papërballueshëm për shumicën e popullsisë. Protestuesit kritikuan gjithashtu mungesën e transparencës rreth marrëveshjes dhe mënyrën se si është zhvilluar projekti, ndërsa shprehen shqetësim për emigrimin masiv dhe problemet ekonomike që vazhdojnë të prekin vendin. Projekti është ideuar nga Jared Kushner dhe bashkëshortja e tij Ivanka Trump, të cilët kanë deklaruar se u dashuruan me Shqipërinë gjatë një vizite disa vite më parë. Ndërkohë, protesta paraqet një tjetër sfidë për kryeministrin Edi Rama, i cili ndodhet në pushtet që prej vitit 2013 dhe përballet me kritika në rritje për korrupsionin, shërbimet publike dhe menaxhimin e investimeve strategjike. Pak javë më parë, tensionet u rritën kur zhvilluesit vendosën një gardh rreth një pjese të tokës në zonën e projektit pranë fshatit Zvërnec. Pas reagimeve të forta publike, gardi u hoq, por kundërshtimet ndaj projektit vazhdojnë të shtohen. Protestuesit paralajmërojnë se demonstratat do të vazhdojnë derisa të ketë më shumë transparencë dhe derisa të merren parasysh shqetësimet e komunitetit dhe organizatave mjedisore. Qindra protestues u përplasën me polici në Belfast pas një sulmi me thik, për të cilin është akuzuar një shtetas sudanez. Dhuna anti-emigrantëve u përshkallëzua me sulme ndaj banesave, djegje automjetësh dhe ndërhyrje të forcave të rendit me topa ujë. Tensionet të forta kanë përfshirë Belfastin dhe zonat të tjera të Irlandës së Veriut, kur protestat kundër emigracionit janë çndërruar në episode të dhunshme pas një sulmi me thik që tronditi opinionin publik. Policia përdori topa ujë për të shpërndarë turmat e protestuesve, ndërsa qindra persona, shumë prej tyre me fytyra të mbuluara, dolën në rrugë duke sfiduar forcat e rendit. Ngjarjet shpërthyen pasi një video e sulmit me thik u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale. Autoritetet kanë ngritur akuza për tentativë vrasje ndaj një shtetasi sudanez, i cili është paraqitur tashmë para gjykatës. Sipas raportimeve, dhuna e natës së kaluar përfshiu sulme ndaj familjeve emigrante, djegje automjetesh dhe dëmtime të pronave në disa lagje të Belfastit. Familja e viktimës së sulmit, e cila humbi një sy si pasojë e plagëve të marra, bëri thirrje publike për qetësi dhe shmangje të hakmarrjes apo urrëties në komuniteteve të huaja. Kryeministri britanik Keir Starmer, si dhe politikanët e Irlandës së Veriut, dënuan ashpër incidentet, duke i cilësuar autorët e trazirave si huligan të maskuar që kanë shënjestruar pakicat etnike. Forcat e sigurisë mbeten në gatishmëri të lartë, ndërsa autoritetet po hetojnë ngjarjet dhe po përpiqen të parandalojnë përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve. Ndërkohë, organizatat e të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësim për rritjen e retorikës kundër emigrantëve dhe kanë bërë thirrje për ruajtjen e rendit dhe respektimin e ligjit. Situata në Belfast mbetet e tensionuar, ndërsa policia vazhdon patrullimet dhe masat e shtuara të sigurisë në zonat më të prekura nga trazirat. Të moshuarit në Kub po përballen me kushte gjithnjë e më të vështira jetese për shkak të mungesës së ushqimeve, ilaçeve dhe karburantit, ndërsa ekonomia e vendit vazhdon të përkeqësohet. Shumë pensionistë mbijetojnë me të ardhura minimale dhe varen nga ndihmat e familjarëve që jetojnë jashtë vendit. Të moshuarit kuban po përballen me një nga periudhat më të vështira të dekadave të fundit, ndërsa kriza ekonomike, mungesa e karburantit dhe rënja e vlerës së monedhës vendase po rëndojnë çdo ditë më shumë jetën e tyre. 85 vjeçari Sagrado Armando Garcia, ish punonjës i Ministrisë së Sigurimeve Shoqërore në Kub, thotë se dikur besonte se shteti do të kujdesej për të në pleqëri. Por kjo bindje u trondit kur u sëmur rënd dhe familja nuk mundi të transportonte në spital për shkak të mungesës së karburantit. Kubanët e moshuar përballen jo vetëm me mungesën e transportit, por edhe me vështirësi të mëdha për të siguruar ushqime dhe ilaçe bazë. Mjekët raportojnë mungesa të vazhdueshme të medikamenteve, përfshirë ilaçet për tensionin e gjakut dhe sëmundje të tjera kronike. Sipas statistikave zyrtare, më shumë se 1/4 e popullsisë së Kubës është mbi 60 vjeç,
duke e bërë vendin me popullsinë më të plakur në Amerikën Latine dhe Karaibe. Ndërkohë, emigrimi masiv i të rinjve dhe rënja e lindshmërisë kanë përshpejtuar plakjen e popullsisë. Që nga viti 2021, Kuba ka humbur rreth 10% të popullsisë së saj. Kriza është përkeqësuar pas ndërprerjes së furnizimeve me karburant, ndërsa peso kubane ka humbur rreth 1/3 e vlerës së saj kundrejt dollarit amerikan. Si pasojë, pensionet mujore kanë rënë në vlera shumë të ulta, duke lënë shumë të moshuar në kufi të mbijetesës. Organizatat ndërkombëtare paralajmërojnë se çmimet e ushqimeve janë rritur ndjeshëm dhe shumë familje nuk arrin të përballojnë nevojat bazë. Shumë kubanë thonë se mbështetja kryesore vjen nga të afërmit që jetojnë jashtë vendit dhe dërgojnë para për familjet e tyre. Për ata që nuk kanë këtë mundësi, jeta po bëhet gjithnjë më e vështirë. Ndërsa qeveria kubane fajson sanksionet amerikane për krizën ekonomike, zyrtarët amerikanë argumentojnë se problemet e vendit lidhen me korrupsionin dhe keqmenaxhimin e brendshëm. Mes këtyre debateve politike janë pikërisht të moshuarit ata që po paguajnë çmimin më të lartë të krizës që po godet Kubën. Dronët Ukrainas goditën një muze historik në Sevastopol të Krimes, duke shkaktuar zjarr dhe dëmtime në ndërtesë. Muzeu hustrehon panoramën e famshme rrethimi i Sevastopolit, një vepër që përkujton luftën e Krimes të viteve 1853-1856. Një sulm me dronë ukrainas ka goditur një nga objektet historike më të njohura në Sevastopol, në Krimen e aneksuar nga Rusia. Sipas autoriteteve lokale të instaluara nga Moska, sulmi ka prekur muzeun që strehon panoramën e famshme mbrojtja e Sevastopolit, një vepër monumentale kushtuar luftës së Krimes të viteve 1853 deri në 1856. Guvernatori i Sevastopolit, Mikhail Razvozhajev, deklaroi se një dron goditi çatinë e muzeut, duke shkaktuar një zjarr në mbretësi të ndërtesës. Ekipet e emergjencës ndërhyjnë për të vënë situatën nën kontroll dhe për të vlerësuar dëmet. Muzeu ka një rëndësi të veçantë historike dhe kulturore. Ai ruan panoramën e njohur që përshkruan mbrojtjen heroike të Sevastopolit gjatë luftës së Krimes, një nga konfliktet më të rëndësishme të shekullit të 19. Vetë ndërtesa ka kaluar edhe më parë periudha të vështira. Gjatë bombardimeve të Gjermanisë naziste në vitin 1942, ajo u dëmtua rënd, por pjesë të veprës artistike u shpëtuan duke u prerë në fragmente dhe duke u nxjerrë nga flakët. Më vonë, për 100 vjetorin e ngjarjeve të përjetësuara në pikturë, panorama u restaurua duke përdorur fragmentet origjinale të mbijetuara. Sulmi vjen në një kohë kur Ukraina ka shtuar përdorimin e dronëve për të goditur objektiva ushtarake dhe infrastrukturore në Krime, territor që Rusia aneksoi në vitin 2014, por që Kievi dhe shumica e komunitetit ndërkombëtar e konsiderojnë ende pjesë të Ukrainës. Deri tani nuk ka raportime për viktima, ndërsa autoritetet po hetojnë shkallën e dëmeve të shkaktuara në këtë monument historik të rëndësishëm. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.